Përshëndetje, shenja e Briciapit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 12 me 18 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi perandoreshën, rrota e fatit, 5 monedat dhe 2 shkopinjt. Në gjendje personale, duket se jeni në një fazë të brendshme shumë të rëndësishme. Perandoresha flet për energjinë krijuese, bukurinë, rritjen personale ose një gjendje që ndikon thellë në ndjeshmërinë tuaj, si për shembull mund të jetë edhe në një shtatzani. Disa prej jush mund të ndihen më të butë, të ndjeshëm ose të tërhequr drejt kujdesit për të tjerët, por edhe për veten. Rrota e fatit tregon se një cikël po ndryshon, diçka po lëviz në mënyrë të paparashikueshme. Çfarë do të qëndrojë dhe çfarë duhet të largohet? Me 5 monedat duket se keni ndjenjën e mungesës materiale, mund të jetë edhe emocionale ose shpirtërore. Mund të ndiheni të vetmuar ose të lënë jashtë, por kjo është një sprovë kalimtare. 2 shkopinjt nënvizon nevojën për të zgjedhur një drejtim, mund të përballeni me një vendim ku duhet të shikoni përtej së tashmes. Kalojmë te familja ku kemi 9 kupat, magjistari, drejtësia dhe 10 shpatat. Në familje me 9 kupat tregon dëshirën për qetësi dhe përmbushje. Keni nevojë për më shumë harmoni dhe ngrohtësi në rrethin tuaj. Magjistari tregon se ju keni fuqinë për të ndikuar dinamikën e familjes për mirë, me fjalët, sjelljen ose me një iniciativë që shëron. Drejtësia sugjeron një temë drejtësie ose ekuilibri, një vendim, një bisedë e rëndësishme ose një sqarim që sjell barazi në marrëdhënie. Por 10 shpatat tregon një përfundim të dhimbshëm, një zhgënjim, një mbyllje ose një ndarje emocionale. Kjo ndjesi kërkon kohë për t'u përpunuar dhe për t'u shëruar. Kalojmë te dashuria ku kemi Hierofanti, Asi i kupave, Mbretëresha e kupave dhe Asi i shpatave. Në dashuri, jeta juaj sentimentale këtë javë është thellësisht e lidhur me shpirtin dhe ndjenjat e sinqerta. Hierofanti flet për lidhje me vlera ose një raport që kërkon angazhim të thellë. Ju kërkoni një marrëdhënie me rrënjë të thella, jo thjesht të përkohshme. Asi i kupave dhe Mbretëresha e kupave tregojnë një hapje emocionale të sinqertë, ndjenja që rrjedhin me pastërti, si nga ju, ashtu edhe nga personi juaj. Mund të jetë një rikthim ndjenjash ose një fillim i ri që mbart dashuri dhe mirëkuptim. Asi i shpatave sjell një të vërtetë, një bisedë që qartëson gjithçka. Kjo mund të jetë një javë ku flitet qartë për ndjenjat, për qëllimet dhe për të ardhmen, sepse është kaq bukur kur e vërteta dhe dashuria ecin bashkë dorë për dore. Kalojmë tek puna, ku kemi 2 kupat, 8 monedat, 7 monedat, 6 monedat. Në punë duket një javë me progres të qëndrueshëm. 2 kupat sugjeron bashkëpunim ose një marrëveshje të favorshme. 8 dhe 7 monedat tregojnë punë të qëndrueshme, përkushtim dhe përpjekje të duruara për rezultate afatgjata. 6 monedat është një kartë e shkëmbimit të drejtë. Ju i jepni dhe merrni në mënyrë të balancuar. Mund të jetë koha që mund të merrni edhe një shpërblim ose ndihmë. Në prizëm orakull kemi strength, fuqia, forca. Kjo kartë është një ftesë për të mos e matur veten me fuqinë fizike, por me qetësinë, maturinë dhe qëndrueshmërinë shpirtërore. Ju jeni më të fortë se sa mendoni. Edhe nëse rrugët janë të vështira, brenda jush qëndron një forcë që është dhuratë nga Zoti. Paçim!